Përshëndetje, si që premtova në videon e kaluar, sot po ju tregoj si e përgatis unë këtë sallatë cezare me makaronat e freskët që i kam bërë vetë në shtëpi. Në videon e kaluar ju tregova hapasove përgatitjen e makaronave, ndërsa sot është rrodha e sallatës që e pata në fund të asaj videoje. Nëse nuk e keni parë videon e makaronave, ju rekomandoj ta shihni sepse gjithçka lidhet bukur me këtë recetë. Tani hajde të përgatisim së bashku. Fillimisht në një tigan të nxehur vendos mishin e bardhë të pulës, e skuq nga të dy anët, derisa të marrë një ngjyrë të bukur të artë të piqet mirë nga brenda. Mishi tashmë është skuqur, ka marrë një ngjyrë të bukur, tani shtojmë mistrin dhe e lëmë edhe këtë për 2-3 minuta derisa të skuqet dhe i përziejmë në fund të dy së bashku. Tani shtojmë bishtajat e njoma në tigan bashkë me mishin dhe mistrin dhe i gavërdisim përsëri së bashku për disa minuta. Për salcën na duhet gjysmë limoni dhe këtu kam shtuar pak kos, pak majonez dhe lëngun e gjysmës së limonit. Më pas shtoj edhe pak uthull balsamike të Modenës sipas shijes dhe i përziej mirë derisa të krijohet një salcë kremoze. Për bazën e sallatës përdora sallatë përzije, të cilës i shtoj edhe domate qershi të freskëta për më shumë shije dhe ngjyrë. I kam shtuar përzierjen e mishit, misrit dhe bishtajeve që i kam gavërdisur më parë. I përziej pak dhe më pas i shtoj makaronat, të cilët i kam përgatitur vetë në videon e mëparshme. Në fund i shtoj salcën që përgatita më herët dhe i përziej të gjithë përbërësit së bashku. Kjo është sallata e përfunduar, e përzier dhe gati. Me që e kam përgatitur sot për ta konsumuar nesër, e mbuloj me letër kuzhine dhe ruaj në frigorifer. Djathën e kam lënë veç mas, do ta shtoj në ditën tjetër para se ta shërbej. Nëse kjo recetë përgatitet për të ngrënë menjëherë, atëherë djathën mund t'ia shoni që në këtë moment. Kjo ishte receta e sotme. Faleminderit shumë që më shoqëruat deri në fund. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe ju ftoj ta provoni dhe ju. Shihemi së shpejti me një recetë re. Ju bëftë mirë.